Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Do habiteni kur të mësoni çfarë i ndodh trurit dhe zemrës nëse hani banane çdo ditë. Të pasura me vitamina dhe minerale, bananet janë frutat më të shëndetshme në botë. Konsumimi i të paktën një bananeje në ditë ju ndihmon ju që të ulni rrezikun për të prekur nga sëmundje të ndryshme dhe përmirëson shëndetin. Bananet janë gjithashtu një nga frutat më të preferuara të pothuajse të gjithë njerëzve. Por, e dini që banania mund të jetë më e mirë se një ilaç? Nëse për çdo probleme shëndeti ju merrni ilaçe, ju mund të bëheni të varur ndaj tyre, pa harruar efektet e shumta anësore që ato kanë. Prandaj është mirë që për probleme të vogla, ju të merrni dhe të përdorni receta natyrale dhe të ushqeheni shëndetshëm si me fruta ashtu edhe me perime. Këto probleme me shëndetin munden që të zgjidhen më mirë me banane. Problemet me tretjen, kapslloku dhe gazrat. Ky frut është një probiotik që stimulon tretjen e ushqimeve. Fibra të shumta në banane ndihmojnë në normalizimin e zorrëve. Ai shërben edhe si laksativ natyral. Stresi prek direkt metabolizmin duke ulur kështu edhe nivelin e kaliumit dhe të sheqerit në trup. Konsumoni të paktën një banane çdo ditë për të rregulluar nivelet e kaliumit, sheqerit dhe të energjisë. Gjithashtu mbani zemrën të shëndetshme me këtë mënyrë. Tensioni i gjakut. Shumë njerëz kanë tension të lartë të gjakut pasi kanë mungesë të kaliumit dhe konsumojnë sasi të mëdha të kripës çdo ditë. Kaliumi tërheq kripën nga ushqimi dhe nxjerrë atë jashtë trupit. Prandaj ju duhet që të konsumoni banane për të mbajtur nën kontroll tensionin e gjakut. Depresion. Bananet gjithashtu ndihmojnë edhe në kalimin e depresionit fal niveleve të larta të triptofanit, i cili konvertohet në serotonin duke i bërë më të lumtur neurotransmetuesit e trurit. Ndihmon për të dobësuar. Kombinimi i një bananeje me ujë në temperaturë dhome do të përshpejtojë metabolizmin dhe gjithashtu mund të ndikojë në reduktimin e yndyrës në trup. Bananet gjithashtu përmbajnë një lloj nise shteje e cila ju bën ju të ndiheni akoma edhe më të ngopur. Ja se çfarë ndodh me trupin kur hani 2 banane në ditë. Bananet përmbajnë sasi të larta të kaliumit. Në qoftë se ju hani 2 banane të pjekura në ditë, ju do të merrni një dozë të madhe të antioksidantëve dhe një lëndë të quajtur faktori nekroz, e cila ndihmon për të luftuar sëmundjet e këqija në trup. Bananet luftojnë depresionin. Njerëzit me depresion zakonisht kanë nivele të ulta të serotoninës në tru, ndërkohë banania përmban 3 sheqerna natyror, fruktozë, glukozë dhe sakarozë, të cilat janë një dozë e mirë e fibrave. Ky central elektrik i të ushqyerit ofron një nxitje të menjëhershme dhe të qëndrueshme të energjisë. Vetëm 2 banane ofrojnë një energji të mjaftueshme për një stërvitje 90 minutëshe. Ndihmon gjithashtu edhe në humbje në peshë. Bananet janë një alternativë mirë për njerëzit të cilët përpiqen të humbasin në peshë. Ato përmbajnë 3 gram fibra të cilat na ndihmojnë ne të ndihemi më të ngopur. Janë njëkohësisht të mira edhe për trurin. Nivelet e larta të kaliumit na mbajnë vigjilent. Magnezi e ndihmon trurin për të përqendruar. Bananet jo vetëm që kanë shije të mirë, ato janë të mbushura me vitamina, minerale dhe fibra dhe njëkohësisht janë të mira për shëndetin në përgjithësi. Bananet janë burimi më i mirë i kaliumit, i cili është i domosdoshëm për funksionimin normal të zemrës dhe njëkohësisht të muskujve.
Kaliumi ndihmon edhe në rregullimin e presionit të gjakut, si edhe kundër efekt ndaj sodiumit ose thënë ndryshe kriprave, duke ulur rrezikun nga tensioni i lartë dhe duke mbështetur shëndetin kardiovaskular në përgjithësi. Bananet gjithashtu janë një burim mjaft i mirë i energjisë, pasi ato përmbajnë karbohidrate ku përfshihen sheqernat e thjeshta si glukoza, fruktoza dhe sukroza. Këto sheqerna e bëjnë këtë frut një zgjidhje shumë të mirë. Bananet përmbajnë komponimin që quhet triptofan, një aminoacid të cilin trupi juaj është ndërron në serotonin, neurotransmetues i ndjenjave të mira. Pra, bananet janë të mira edhe për rritjen e disponimit dhe uljen e simptomave të depresionit dhe të ankthit, duke kontribuar në shëndetin mendor. Përveç kaliumit, bananet përmbajnë edhe vitamina dhe minerale që i kontribuojnë shëndetit të zemrës. Për shkak se ato përmbajnë shumë fibra, bananet ndihmojnë edhe në uljen e nivelit të kolesterolit në gjak, duke ulur kështu edhe rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe sulmit në zemër. Ato janë të pasura edhe me vitamina dhe minerale esenciale, përfshirë vitaminën C dhe njëkohësisht manganin, të cilat janë të nevojshme për eshtrat. Ato njëkohësisht e ndihmojnë trupin ton që të prodhojë më shumë kolagjen, i cili ndihmon në fortësinë e densitetit të kockave, duke ulur kështu rrezikun e prekjes nga osteoporoza dhe njëkohësisht frakturat. Bananet janë edhe të mira për diabetin sepse përmbajnë një sasi të lartë të fibrave, posaçërisht pektinës, e cila ndihmon absorbimin e sheqernave në gjak, duke e bërë bananen një frut tepër të shëndetshëm dhe të përshtatshëm për diabetikët. Bananet ndihmojnë edhe në shëndetin e lëkurës sepse përmbajnë vitamina A, C dhe E, të cilat njihen për përfitimet që ofrojnë për lëkurën. Këto vlera ushqyese ulin shenjat e plakjes, përmirësojnë teksturën dhe hidratimin e lëkurës. Bananet përmbajnë një sasi të bollshme të ujit, gjë që ndihmon trupin të qëndrojë i hidratuar. Depresioni. Sipas një studimi më të fundit, njerëzit të cilët vuajnë nga depresioni mund të ndihen më mirë pasi kanë ngrënë një banane. Harrojeni ilaçet, hani një banane. Vitamina B6 që ajo përmban rregullon nivelin e glukozës në gjak dhe gjendjen tuaj. Funksionimi i trurit. Kërkimet kanë treguar se potasiumi i gjendur në këtë frut mund të ndihmojë gjatë orëve të studimit. Bananet përmbajnë sasi të mëdha të vitaminës B, e cila ju qetëson sistemin nervor. Ndaj gjithsesi shoqëroni ditën tuaj me një banane. Pagjaksia dhe shtypja e gjakut. E pasur me hekur, banania stimulon prodhimin e hemoglobinës në gjak, e cila ndihmon në rastet e anemisë. Ky frut tropikal unik është njëkohësisht i pasur me sasi të mëdha potasiumi, i cili lufton presionin e gjakut. Gjithmonë përpiquni që të konsumoni banane për të qenë sa më të shëndetshëm dhe sigurisht të keni një organizëm dhe imunitet më të fortë dhe të mbrojtur nga të gjitha problemet shëndetësore. Mirë, po ju duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj, para përdorimit, konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!